dhe po ngresh shqetësimet që kanë demokratët. Politika është përfaqësim. Unë po përfaqësoj shqetësimin e mirë e demokratëve që mendojnë njësoj dhe po dalin në përtakime për këtë arsye. Po ja riformuloj ndryshe pyetjen. Çfarë do të bëni ju me demokratët dhe me këtë lëvizje pas prillit kur do të përfundojë procesi i zgjedhjeve, aty garon dhe fiton Sali Berisha, emëron të tjerë aty. Ju konkretisht çfarë do të bëni? Do të qëndroni pa funksione brenda partisë apo jemi fillim marsit, do jem prapë në prill me ju. Ne jemi në kilometrin e fundit, unë pres bie Rama këto ditë. Si mund të flas për prillin kur kilometri e fundit, ka thënë leadershipi i partisë, derëzohet Rama. Ka një muaj që është kilometri e fundit, unë besoj që 700-800 metra e mbërë. Unë pres bie Rama të thotë çfarë do bëjmë me PD-n. Dorëzohet Rama, zotre, jemi kilometrin e fundit. Do futesh në garë apo çfarë do bëj? Kështu që po nuk ka për të pas garë po urrëzuar Rama, më bie Rama, ç'a garë fute. Po çfarë do mbetesh jashtë? Kështu që unë do të jem në Partinë Demokratike dhe në politik gjithkohën. Po si do të jesh? Në politik të mbaj njerëzit dhe idet, edhe po diskutojmë nëse ke vokacion, fuqi etj. Se pa logo partie ti mund t'i takosh njerëzit natë ditë. Këtu do jemi prapë. Ja, s'po më e përgjigje. Edhe do diskutojmë. Kjo është përgjigje, ti do përgjigjen që do ti. Jo, përgjigje që do po jeme. Çfarë do bësh ti thua po pres Tiranën? Po jemi kilometrin e fundit pra. Po flasim për lëvizjen tuaj. Po pra, lëvizja ime nuk është në eter. Është në një kontekst të caktuar. Leadershipi i Partisë Demokratike ka thënë që është kilometri i fundit dhe Edi Rama rrëzohet. Mund të jenë metrat e fundit se u bë një muaj gjys që jemi te 1 kilometër. Tani, në këto takime me qytetarët, se e kuptoj që nuk do t'japësh përgjigje. Zoti Saliani, nuk e parë deputet Partisë Demokratike t'ju e bashkuar dhe zoti Ali Mehmeti e dha pak a shumë përgjigjen që ne ndoqëm, tha u arrit kjo, tha dhe unë prandaj ika. Kanë qenë njerëzit më të votuar në për zona, të zonave, të qarqeve. Ata që dolën primare. Ku kam qenë patjetër. Kanë qenë edhe të tjerë, që kanë dalë, jo vetëm primare, po që kanë dalë tek kandidatët për deputet që kanë dalë më të votuar në për qarqe. Si Qeni Xhafa në Elbasan, Ndrec, Pjetri, Durrës, Hysén Kadiu e kështu me radhë. Pra kanë qenë gjithë. Deputetët nuk i kemi lajmëruar dhe nuk i kemi ftuar për shkak se ata janë vetë përfaqësues. Pra unë nuk bëjnë takim me përfaqësuesit. Unë bëj takim me njerëzit që janë të papërfaqësuar. Pra nuk i kemi lajmëruar dhe nuk i kemi ftuar për të qenë pjesë e takimit, se kemi dashur që të dëgjojmë drejt për drejt shqetësimet e demokratëve, të cilët mund të kenë shqetësime në raport me deputetët. Po ti kishe ftuar do vini? Apo jo. Disa po, pa diskutim. Disa po. Çfarë thon kështu në jashtë kamerave? Po i ftonte besoj, ke takim me ta. Me shumë prej tyre po. I dëgjoj se çfarë thonë. Ju keni kontakte? Unë ditë të them një gjë që personalisht çfarë them në këtu tek ju në publik, e them edhe kur ulem në kafe apo kur dal jashtë kamerave. Uroj shumë që të vijë ajo ditë që të gjithë të thonë atë që mendojnë edhe në për tavolina. Që besoj e keni dëgjuar se ju jeni në media dhe i keni dëgjuar. Po ka dhe një gjë se më shkojnë edhe disa qytetarë. Jemi dakord me gjitha këto që thot Ervin Saliani, por pas prillit kur do bëhen zgjedhjet, do jetë e njëjta gjë dhe atëherë çfarë do bëj Saliani sepse fjala nga vepra është ndryshe. Atë thash që nisi unë, po shikoj